Pra, tjetër në ekran Ledio, për Iranin. Kulla, në këtë pjesë të tretë e emisionit, një lajmë për bën xhiron e botës, në fakt është lajmi i fundit fare, djen darkë po e dëgjoja te francezët. Izraeli është tërbuar, e ndjen vetë të braktisur nga Trumpi, Netanyahu. Kjo ndodh fiks përpara zgjedhjeve që do bëhen në Izrael tani, sepse ja ta mbaroj dhe në Amerikë. Dhe ideja është kulla që ndjen Teherani thotë se asgjë nuk është finalizuar pasi Trump pretendon se marrëveshja për të dhënë fund luftës me Iranin është afër. Okej. Kjo është reagimi i Teheranit, por ndërkohë Trumpi ka thënë dje që unë ditha që ky Ayatollahu, si e ka emrin ky njeriu? Hamenei. Mushtaba di që ka rënë dakord tha për të mbyllur marrëveshje bashkëta. Po dëgjoj atë reagimet në Izrael të tmeshme, valla, pa para. Domethënë si mund ta bëj këtë gjë sepse mi që ky në një familje Trumpi i lanë në baltë vendet e gjirit, këto vendet petrodollarit. Të petro si quhet më? Vendet arabe. Vendet arabe. Po Izraeli tani në këtë situatë të brish, domethënë. Si e shpjegon ti kulla, është e vërtet kjo gjë apo ti edhe gjitha një lojë? E para një do thoshin konspiracionistët dispyre organizuar. Presidenti Trump këtë që ka thënë sot, e tha që dje në fakt. Që tha dje, e ka thënë edhe 39 herë tjera nga fillimi i luftës. Pra, deri në momentin që ka në shkrim, po nuk flitet për paqe, flitet për një memorandum. Jo për paqe, memorandum i lloj marrëveshje. Pra flitet për një memorandum, por çështja është se ka thënë dhe 39 tjera. Dhe herën e fundit që u diskutua para 2 javësh u kthye lufta më keq se më përpara. Kështu që mbetet për tu parë nëse kjo gjë do të realizohet apo jo. Sepse ai shejtani qëndron te detajet e marrëveshjes. E para, e dyta, politikisht jemi në muajin qershor dhe pas 5 muajsh janë zgjedhjet në SBA, zgjedhjet e midtermit, ku nëse republikanët, siç tregojnë sondazhet sot, do të humbasin edhe dhomën e përfaqësuesve dhe senatin, atëherë presidenti Trump rrezikon shkarkimin dhe pastaj përndjekjen politike dhe burgosjen, sepse ti e di që ai ka disa çështje dhe para se të zgjidhet president, ata e morën dhe i bën arrestimin live, të kujtohet atëherë. Por në të njëjtën kohë, pra fati i republikanëve dhe fati personal i presidentit Trump lidhet ngushtë aq më tepër që është ajo dosja e famshme e Jeff Epsteinit. Por në të njëjtën kohë, çështja është që edhe në Izrael, zoti Netanyahu ka të njëjtin problem. Pra, përveç që ka njerëz të shesh, përveç që ka 2 luftra të hapur ose 3, edhe me Iranin është luftë e hapur, qëndron çështja që zoti Netanyahu shkon 3 herë në javë në gjykatë në Tel Aviv. Pra niset nga Jeruzalemi, shkon në Tel Aviv dhe del prapë. Dhe ai ka zgjedhjet në 15 shtator. Dhe nëse i humbet zgjedhjet, për shkak se presidenti i Izraelit nuk e fali, me gjithë kërkesën e Trumpit, nëse humbet zgjedhjet, është e sigurt burgosja e Netanyahut. Kështu tani çështja është kush do burgoset më përpara, ti apo unë. Dhe nëse Netanyahu mendon që Trumpi do sakrifikojë veten për Netanyahun, unë mendoj që ka gabim. Pse? Sepse garancitë që i dha David Barnea, ish drejtori i CIA-s, ish drejtori i Mossadit, dhe kryeministri Netanyahu, presidenti Trump, që ne nëse godasim dhe vrasim Khamenein dhe vrasim ata krerët e gardës, regjimi bie, u tregua komplet e kundërta. Pikërisht po. Dhe në anën tjetër, amerikanët kanë dhe një problem konkret, që mbas ligjit të Amerikës, lejohet që deri në 2 muaj mund të kesh operacione speciale që bëhen me urdhër të presidentit. Pastaj duhet të shkosh në Kongres marrësh aprovimin. Dhe aprovimi aty është politik. Dhe republikanët, por edhe demokratët, edhe në bazë të sondazheve që kanë, nuk duan të bëjnë një gjë të tillë para zgjedhjeve, sepse kjo gjëja do t'i kushtojë shumë politikisht. Kështu që përtej faktit që unë kam dyshimet e mia që do të kemi një marrëveshje, një gjë, dhe deri tani më kanë dalë fjalët nga fillimi i luftës deri tani, një gjë është shumë e qartë, që mes fatit të vet personal dhe politik të presidentit Trump dhe atij të Bibi Netanyahut, unë mendoj që ai do të zgjedhë vetën, dhe është e logjikshme. Aq më tepër që
afër Trumpit ka njerëz që në fillim, si zëvendës presidenti dhe disa të tjerë, ka njerëz që në fillim kanë qenë kundër asaj që u bë dhe kanë kundërshtuar duke thënë ti nuk mund të na fusësh në luftë vetëm me fjalët e Netanyahu të këtoj. Prandaj në Izrael ka një hilaritet, një zemrim me Trumpin, sepse pritshmëria e tyre ishte që ne tashmë me futjen e Amerikës në luftë, Amerika do fusë dhe trupat siç bëri në Irak dhe do të arrëzojë një herë përgjithmonë Iranin. Dhe këtu çështja është kjo do të shikohet në gjithë rajonin si një fitore e Iranit dhe Izraeli ka problemin e madh të mbi ekzistencës, sepse ata e dinë shumë mirë që Izraeli një humbje në terren do të thotë zhdukja e Izraelit nga harta. Kjo është arsyeja pse Izraeli po e vijon luftën edhe në Liban, edhe në Gaza që ka premtuar që do kthehet dhe të marrë 70% të territorit. Dhe para sa mbyllim, jam kurios për një gjë. Gjithë kjo polemik dhe kjo konflikt verbal që ti shikon midis Trumpit dhe Bibit në këto momente, sa përqind është e vërtet dhe sa përqind është teatër? Jo, është komplet e vërtet, sepse problemi Netanyahu e ka sot brenda koalicionit vetë, se dy partit cilat kanë koalicion, pra ajo e Smotrich dhe ajo e Ben-Gvirit, janë parti ekstremiste që lufta i ka rritur sondazhe. Dhe Netanyahu të vetmja mënyrë që të vazhdoj të rri lart sondazhet dhe të fitoj zgjedhjet është shkoj të vazhdoj luftën. Por sa kohë kishte Amerikën mbrapa, lufta është e sigurt. Çështja është se tani duhet ta vazhdoj luftën vetë dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Izraelit, as shumë vite më përpara që Izraeli ketë qenë kaq shumë izoluar ndërkombëtarisht. Është realisht? Është shumë izoluar ndërkombëtarisht. Është me gjysmën e Amerikës është izoluar, më shumë se gjysmën e Evropës është izoluar dhe nuk është një erë e mirë që fryn në këtë moment për marrëdhënie ndërkombëtare, aq më tepër që për Izraelin, aq më tepër që këta krahu i tjetër, pra krahu ekstrem që ka në qeveri, ministri financave, ministri brendshëm e tjerë, ata vazhdojnë edhe presionet në bregun perëndimor, pra me çojnë kolonët, të cilët kanë përfunduar një numër i madh i tyre ka përfunduar edhe me akuza ndërkombëtare. Vetë Netanyahu, ti e di që ka një urdhër arresti ndërkombëtar nga prokuroria në Hag dhe nga gjykata e Hag. Ti më ke thënë me buzëqeshi që ai spjell fare për të gjë? Po sigurisht që nuk pyet, por çështja është që izolimi ndërkombëtar është shumë i madh dhe ata që kanë krijuar një koalicion opozitar, që janë të dy ish kryeministra, me shumë gjas mund të marrin pushtetin shtator, prandaj Netanyahu i duhet një luftë për 3 muajt e ardhshëm që të fitojë këto zgjedhje. Dhe kjo do të thotë që Netanyahu nuk do të bëjë luftën dhe i vetëm apo jo? Ka dhënë prova që kjo do të thotë që Izraeli do ta vazhdojë luftën vetëm dhe që lufta do zgjerohet me ose pa dëshirën e Amerikës. D'accord. L'extension du domaine de la lutte. Ora në këtë moment është jo, ka një kështu një shprehje që unë duhet të ta përmend sepse për Izraelin vlen shumë, duke qenë që jemi në këtë pikë. Dhe këtë ma ka thënë një miku im i mirë në Itali. E kishte për një gjë tjetër, po do ta përmend në kontekstin e Izraelit. Një miku im nga Sicilia. Arian, kjo është një botë ku miqt qarkullohen, kurse armiqt vetëm shtohen. Dhe në rastin e Izraelit kjo është pikë për pikë. Që kjo luftë ja ka shtuar armiqt. Dhe miqt nuk janë më ata që ishin më parë, janë sa tjerë. Po, por duhet shtuar dhe një gjë këtu. Patjetër. Që sa do armiqt i bëhen atij, Izraeli, edhe pse nuk e thot asnjëherë, dhe kjo është për të hequr kapelen. Është fuqi bërthamore. Është fuqi bërthamore. Patjetër. Çështja është këtu që se ti e di që unë bëhem gjithmonë me minoritetet, kudo që ato janë apo. Po ti unë shoh që Izraeli mbetet minoritet, unë bëhem me Izraelin kulla. Çështja është po. Kur e shoh që rrethohet nga më shumë njerëz se sa, mua më keq për doptin. Çështja është që këtu tani atij duhet Netanyahu Bibit i duhet deri në 15 shtator një fitore e qartë se ndryshe u mbet zgjedhjet. Prandaj dhe ata janë shumë të acaruar në Izrael. Të bëj si Rama të vjedhë zgjedhjet, është e thjeshtë fare. Arian, pushteti gjyqësor në Izrael është i vërtet, nuk është kështu. Bëj shaka. Oselito s'ka reaguar fare sot kur unë bëj, po e bëj vetëm për ty Oselito. Ku je po flë, Oselito? Nxirre fytyrën të shoh se ti më jep gëzim Oselito. Të keq. Sa i mirë që është. Është i lezetshëm. Këtë kameramanin përballë kam njëri që më jep gëzim. Nga që ka një fytyrë të rrumbullakt dhe mua më mbush shpirtin me gëzim, është çudi e madhe. Ti e di pasionin tim për gjërat rrumbullakta. Çuditërisht dhe këta thuaje flamingo, dhe se pëlqejnë.
Se këte janë të hollë të qafa, po janë të rumbullak të trupi. I ka parë që janë të rumbullak, të janë kështu si bullafiq, shumë lezeq. Kullat, falenderoj jashtë mase që më erdhe. Faleminderit ty. Ishim me zotin Ilir Kulla, zotrinj i cili do ta lëm të lirë tani në këto momente, por të ritakuar prapë, të jemi mirë deri atëherë, të premten tjetër. Ne tani do bëjmë një pauzë të vogël dhe do vinë në studio 4 njerëz që sonte më kanë ardhur me vonesë do paguajnë gjob. Janë 4 personazhe, njëri është i ri, dhe kemi për herë të parë, 3 tjetër kanë ardhur. Do japim llogari pas pak sekondash, ikim le të vinë ato edhe një herë.